Jo vetëm që i cilësoi shqiptarët si fashista nazist, por kryeministri Edi Rama shpërpjeku që protestën e shqiptarëve që kërkojnë dorëheqjen e tij ta lidh me presidentin e SBA-ve Donald Trump, teksa protestuesit janë të qartë në kërkesën për largimin e tij. Edi Rama e cilëson këtë si betejë kundër Trump. Në një prononcim për një gazetare amerikane, Rama i kërkoi që betejën kundër Trump të shkojnë ta bëjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. What you guys want, go make your fight United States against Trump. Don't come here to fight with Trump, it's nonsense. Por jo vetëm kaq, ndalur të protestat, Rama i cilësoi budallishe ideologjike, pretendimet e protestuesve sa i përket investimit në Zvërnec. This is an ideological bullshit because an investment of such magnitude in tourism of course is to build something spectacular, and of course is not accessible for everybody, but it brings a lot of income for everyone because the country takes a lot of profit. Gazetari amerikane insistoi me kryeministrin edhe për faktin se me këtë lëvizje Edi Rama po kërkon të përfitojë influencë politike, duke e pyetur nëse është në kushtet e konfliktit të interesit, ndërsa sipas kryeministrit shqiptar, negociatat për resortin po vijojnë.